Habab ibnul Ereti. Allahu e mëshiroft Hababin, që besoj me dëshirë, emigroj me bindje dhe jetoj si luftëtar. Ali ibn Ebu Talibi. Muammar el Huzaije u nis për në tregun e robërve shërbëtorëve në Mekë. Dëshironte të blinte një shërbëtor që t'i shërbente asaj dhe të përfitonte nga puna e tij. Një nga një filloi t'i vështroi fytyrat e robërve të ekspozuar për shitje. Zgjedhja e saj ra në një djalosh të ri, që ende nuk ishte arritur moshën e pjekurisë. Ajo që e nxiti për ta bler ishte shëndeti dhe shenjat e inteligjencës dhe të mençurisë që shiheshin në fytyrën e tij. Kështu që e pagoi blerën e tij dhe u largua me të. Derisa ishin duke ecur rrugës, ajo u kthye nga djaloshi dhe e pyeti: "Si e ke emrin djalosh?" "Habab," u përgjigj ai. "Si e ka emrin babai yt?" e pyeti prapa ajo. "El Erretu," i tha ai. "Prej nga je?" "Nga Neçti." "Do të thotë, ti je arab?" i tha ajo. "Po, nga fisi Benu Temim," ia ktheu ai. "Atëherë, si arrite në duart e shitësve të robërve Mekas?" e pyeti prapa ajo. "Lagjen tonë sulmoi njëri nga fiset arabe. Ne i plaçkitën baktit, ne i robëruan gratë dhe morën fëmijët tanë. Unë isha njëri prej atyre fëmijëve që u morën dhe dorë pas dore më sollën në Mekë dhe ja, tani arrita në duart e tua," u përgjigj me një frym Hababi i vogël. Muammari i dorëzoi Hababin njërit prej farkëtarëve të Mekës, që t'i mësoi mjeshtrinë e farktimit të shpatave. Nuk shkoi shumë kohë dhe djaloshi e përsosi shumë mjeshtrinë e farkimit të shpatave. Kur Hababi t'i u forcua trupi, Muammari ia mori një dyqan me qera, ia bleu mjetet e punës dhe filloi të përfitoi nga shkatësia e tij në punën e shpatave. Nuk vënoi dhe Hababi u popularizua në Mekë, saqë njerëzit vinin pa ndërprerë për të bler shpatat e Hababi, nga se ai ishte i sinqertë dhe kishte një afinitet të stërholluar në mjeshtrinë e punimit të tyre. Ndonse Hababi ishte i ri, logjikonte gjërat me mençuri dhe urtësi të vjetërve. Shpeshherë kur lirohej nga puna dhe mbetej vetëm, kridhej në mendime, duke menduar për këtë shoqëri ignorante e cila ishte zhytur në punë të këqija fund të krye. E rëndonte ajo që i kishte kapluar arabët, ignoranca dhe verbëria, viktime së cilës ishte edhe ai vet. Shpeshherë thoshte: "Kjo errësirë patjetër duhet ta ketë fundin e saj." E mbante shpresa se një ditë prej ditësh me sytë e vet do ta shite zhdavaritjen e kësaj errësire dhe lindjen e dritës aq të pritur. Fatmirësisht, pritja e Hababit nuk zgjati shumë. Mori vesh se një shkëndijë e dritës i është shfaqur njërit nga familja e Beni Hashimit, Muhamedit, të birit e Abdullahut. Me nxitim shkoi tek ai dhe dëgjoi prej tij. Shkëlqimi i tij e mahënitit të tërin dhe ja pushtoi tërë qenien. Pa një pa dy, ia shtriu dorën dhe dëshmoi se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoi se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ishte i gjashti që e përqafoi Islamin mbi sipërfaqen e tokës, saqë për të thuhej, kaloi bukur një kohë e Hababi ishte i gjashti në Islam. Hababi nuk e fsheu besimin e tij prej askujt, kështu që nuk shkoi shumë kohë dhe lajmi për Islamin e tij arriti Muammarit. Ajo, e mbushur me plot pezm, hidhërim dhe urrëtie, mori me vete të vllain, Sibaun, të cilëve pastaj ju bashkëngjiten edhe një numër i të rinjve nga fisi i Huza dhe shkuan te Hababi, të cilin e gjetën të thelluar në punën e tij. Sibau i doli përpara dhe i tha: "Për ty na ka arritur një lajm të cilin s'kemi mundur ta besojmë." "Çfarë lajmi?" i pyeti Hababi. "Është përhapur lajmi se ti e ke lënë fen ton dhe e ke përqafuar fen e djaloshit të Beni Hashimve," i ktheu Sibau. "Nuk kam dezertuar, por i kam besuar Allahut një, i cili nuk ka shok. I kam lënë idhujt tuaj dhe kam dëshmuar se Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe robi i tij," i ktheu Hababi fare i qetë. Ende pa i përfunduar mirë këtë fjalë, Sibau dhe ata që ishin me të, ju hodhën Hababit për mbi dhe filluan ta godasin me grushta dhe me shqelma, me çekan, dhe çka u vinte në dorë prej hekurishteve, derisa e lanë në tokë të përgjakur dhe pa vetëdije. Në Mekë, me shpejtësi rrufeje, u përhap lajmi rreth asaj që ndodhi mes Hababit dhe zonjës së tij. Njerëzit u habitën nga guximi i Hababit, nga se nuk u kishte rastisur të dëgjojnë që dikush ta kishte pranuar Muhamedin dhe të kishte dalë haptazi para njerëzve duke shpallur besimin e tij, me kaq sinqeritet dhe vendosmëri. Paria kureshite u trondit nga rasti i Hababit. Nuk u kishte shkuar ndërmend se parkëtari Muammarit, i cili nuk ka familje dhe as fis që ta mbrojë dhe ta përkrah, të marrë guxim t'i dalë përballë zonjës së vet dhe haptas,
t'i fyej zotat e saj, duke përdosur fenë e baballarëve dhe gjyshërve të saj. Pareshtur i bënin pyetje vetvetes. Nëse sot ka ndodhur kështu, a thua çka do të ndodh nesër, çka do të bëhet me të tjerët? Kurejshët nuk gabuan atë që paramenduan, sepse guximi dhe trimëria e Hababit nxiti shumë nga shokët e tij që ta shpallin haptazi njëri pas tjetrit besimin e tyre. Paria kurejshite u tubua të qabja në krye me Ebu Sufjanin, Velid bin Mughiren dhe Ebu Xhehlin, dhe biseduan për çështjen e Muhamedit dhe konkluduan se çështja e tij po rritet ditë më ditë. Vendosen që ta zhdukin këtë sëmundje para se ajo të marrë për masa edhe më të gjera, dhe vendosen që çdo njeri të ndëshkojë me ndëshkimin më të rënd i tharët e Muhamedit në radhët e fisit të tij, derisa t'i detyrojnë ata të largohen nga feja e Muhamedit ose të vdesin. Sibaj bin Adil, Uzas dhe fisit të tij era barra e torturimit të Hababit. Kur përcëllonte dielli në mes të ditës dhe kur rrezet e diellit të digjnin tokën, e nxjerrnin Hababin në periferi të Mekës, ja hiqnin petkat dhe në vend të tyre i vishnin një mburoj të hekurt. Nuk i jepnin ujë derisa raskapitej së tepërmi, e atëherë vinin dhe i thonin: "Shtua për Muhamedin, robi Allahut dhe i dërguar i tij, na ka ardhur me fe të udhëzimit dhe të drejtë, që të na nxjerrë nga errësira në dritë të vërtetë", thoshte ai. I shtonin edhe më shumë të rënat dhe grushtat e pastaj thonin: "Shtua për Latin dhe Uzan, zotrat e tyre." Dy puta të shurdër dhe Mehmet që nuk bëjnë as dëm dhe as dobi, u poshta ai. Atëherë nga tërbimi, Sibaj me shok sillnin gur të skuqur dhe i vendosin në shpinën e tij, derisa i rrithte lëngu i ndyrshëm nga supet. Mari nuk ishte as pak më e butë në ndëshkimin dhe Hababit se sa vëllai i saj Sibaj. Ajo një ditë kishte parë të dërguarin e Allahut duke kaluar pranë dyqanit të Hababit dhe kishte folur me të, gjë që e kishte shastisur. Filloi të vinte te Hababi ditë për ditë, e merrte një hekur të skuqur nga furra dhe i ja vinte në kokë, derisa i dilte tym nga koka dhe i binte të fikët. Hababi kërkonte ndihmë nga Zoti, e mallkonte Marin dhe të vllain e saj Sibajin. Kur i dërguari i Allahut u lejoi shokëve të vet të emigrojnë për në Medinë, edhe Hababi u përgatit për dalje. Ende pa i lëshuar Mekën, Allahu ju përgjigj lutjes së Hababit kundër Marit. Ajo u sëmur me një dhimbje të padurueshme të kokës, saqë nga dhimbjet e mëdha që i ndjente u lërinte ashtu siç u lërin qend. Djemtë e saj kërkuan mjekim për të në çdo vend. Dikush u tha: "Nuk ka shërim për të veçse nëse e djeg nga pa kokën e saj me hekur të skuqur." Ajo filloi ta fërkoi kokën e saj me hekur të skuqur, saqë nga dhimbja e harronte fare dhimbjen e kokës. Hababi, në mikpritjen e ensarve, vendasve të Medinës, shijoi kënaqësinë dhe prehjen shpirtërore dhe fizike nga e cila kishte qenë i privuar një kohë të gjatë. Syri i tij u kënaq me shikimin e të dërguarit Allahut, paqja dhe shpëtimi i tij qofshin mbi të, pa e trazuar apo turbulluar dikush këtë çiltërsi. Me të dërguarin e Allahut përjetoi Bedrin, duke luftuar në flamurin e tij. Me të dërguarin e Allahut doli edhe në Uhud, ku Allahu xhaleshanuhu ja qetësoi shpirtin e tij tek e shite përfundimin, vrasjen e Sibaut nga dora e luanit Allahut, Hamza bin Abdul Mutalibit. Jetoi derisa i arriti të katër ulefai Rashidinët dhe në mbi këqyrjen e tyre kaloi një jetë të begatshme dhe krenare. Një ditë, gjatë sundimit të Omerit, ai hyri te halifja. Omeri i lartësoi prezencën e tij, e lavdëroi atë dhe tha: "Askush nuk ka përparësi në këtë tubim para teje, përveç Bilalit." Pastaj e pyeti për mundimet e rënda që i kishte përjetuar nga kurejshët, mirëpo ati erdhi keq dhe u ngushtua t'i përgjigjet. Kur Omeri insistoi edhe më, Hababi hoqi mbulesën nga shpina e tij, saqë Omeri u trondit nga ajo që pa dhe tha: "Si të është bërë shpina kështu? Mushrikët ndezën dru derisa ato u bën gaca. Pastaj mi zhveshën petkat dhe më vendosën ato gaca mbi shpinë, derisa më ramishi copa nga eshtrat e shpinës. Zjarri u fik vetëm atëherë kur nga trupi im rodhi lëng dhe gjak." Në vitet e fundit të jetës së tij, Hababi u bë njëri prej të pasurve. Arriti të ketë pasuri në ar dhe argjend, të cilën gjë se kishte ndërruar kurrë. Mirëpo ai me pasurinë e tij u soll në atë mënyrë që askujt nuk i kishte shkuar ndërmend. Dirhemët dhe dinarët e tij i vendosin në një vend të caktuar në shtëpi, vend të cilin e dinin të gjithë të varfrit dhe skamnorët. Këtë pasuri të tij as nuk e fshite, e as nuk e kishte futur në ndry. Kështu që të varfrit vinin në shtëpinë e tij dhe merrnin nga ajo pasuri aq sa u nevojitej, pa pyetur dhe pa kërkuar leje. Edhe pas gjithë kësaj, Hababi friksohej se do të jepte llogari për këtë pasuri, se mos ndoshta ajo do të bëhej shkak që në botën tjetër do të ndëshkohet. Disa nga shokët e tij tregojnë të thonë:
Kemi hyrë te Hababi kur ishte i smur dhe parandjente se vdekjen e kishte afër dhe na tha: "Në këtë vend kam lënë 80.000 dirhem, për Zotin asnjëherë nuk i kam ruajtur e asnjë kam penguar ndonjërin prej tyre." Pastaj filloi të qaj me ngashërim. "Ç'të shtyu të qash?" i than shokët. "Qaj," tha ai, sepse shokët e mi shkuan e nuk e shijuan asgjë nga mirësitë e kësaj jete, kurse unë mbeta dhe arrita të kem pasuri, të cilës i friksohem se është shpërblim për veprat e kësaj bote, e në jetën tjetër s'do të kem asgjë nga shpërblimet. Kur Hababi ju bashkëngjit mëshirës së Allahut, emiri muslimanëve, Ali ibn Abi Talibi, u ndal para varrit të tij dhe tha: "Allahu e mëshiroft Hababin, besoj me dëshirë, emigroj me bindje dhe jetoj si luftëtar. Allahu nuk u humb mundin atyre që bëjnë vepra të mira."